Helmon nga ushqimi në Kopësht, 5 fëmijë përfundojnë në spitalin e Gramshit. Një numër fëmijësh në kopshtin numër 1 në bashkinë e Gramshit dyshohet se janë infektuar me salmonel. Gjatë javës në spitalin e Gramshit u paraqitën 5 fëmijë me shqetësime gastrointestinale dhe me temperaturë. Nisur nga fakti që fëmijët vinin nga i njëjti kopësht, mjek dyshuan për infektim në ambientet e kopshtit, sa kaq u morën monstrat e analizave për 72 persona, fëmijë dhe personeli kopshtit. Aktualisht rezulton një fëmijë prekur me salmonel, ndërsa për pjesën tjetër përgjigje analizave pritet të dielën. Aktualisht në spitalin e Gramshit ndodhen të shtruar 3 fëmijë. Bashkia e Gramshit ka marrë masa paraprake duke mbyllur provizorisht kopshtin dhe duke dezinfektuar ambientet. Dyshohet se infektimi me bakterinë e salmonelës është marrë nga ushqimi në kopësht. Nga ana tjetër, edhe pse ka marrë njoftim prej 3 ditësh, AKU Elbasan vetëm sot po shkon për të marrë kampione ushqimor për analizim. Në kuadër të hetimit epidemiologjik janë marrë gjithsej 76 monstra nga fëmijët dhe punonjësit dhe janë në proces analizimi. Rezultatet e analizave nuk kanë dalë ende përfundimtare dhe pritet të jenë të disponueshme ditën e nesërme në 25 maj 2025. NJVKSH Gramsh ka njoftuar Autoritetin Kombëtar të Ushqimit dhe Institutin e Shëndetit Publik ISHP dhe po bashkëpunojnë ngushtësisht me strukturat vendore për të garantuar një vlerësim të plotë dhe të kujdesshëm të situatës.